400 familje me status të rrezikuar social do t'ju gëzohen edhe këtyre ditëve të mbetura të Ramazanit me tryeza të begata të iftarit. Kjo fal njerëzve zemërbar që kanë ndarë nga kafshata e gojës për t'u dalë në ndihmë vëllezërve dhe motrave në nevojë. Iniciativa vjen nga mërgjimtari Semin Demiri nga fshati Gradec, i cili deri në ditë të sodit me ndihmën e mërgjimtarëve ka tubuar mbi 22.000 euro dhe ka përgatitur mbi 400 pako humanitare për familjet e goditura nga kriza. Organizatori i këtij aksioni humanitar thotë se qëllimi i tyre është që asnjë familje të mos e ketë breng kafshatën e gojës dhe e dyta, të rinj të edukohen me vlera humane dhe këto nisma të mbeten tradicionale ndër breza. Ai i ka falenderuar mërgjimtarët që gjithnjë janë të gatshëm për të kontribuar në vendlindje, jo vetëm për Ramazan, por sa herë që është nevoja. Pakot humanitare përmbajnë artikuj ushqimore higienik që kanë për synim plotësimin e nevojave elementare dhe thelbësore të familjeve në nevojë, dhe të njëjtat do të shpërndahen nëpër vend banimet e komunës të Gostivarit, Vrapçishtit, Bogovinës e Tetovës. Kjo sipas një liste të përgatitur paraprakisht që përmban familjet që vërtet janë të rrezikuara nga skamja. Ndërkaq, ky është viti i 5 me radhë që në fshatin Gradec organizohet një aksion i këtillë në Ramazan. Organizatorët mbajnë mend vitin e parë që kanë filluar me vetëm 4.000 euro dhe sot pas 5 viteve kanë arritur jo vetëm që të mbajnë gjallë traditën, por të arrisin aksionin në 22.000 euro. Por siç po rritet numri i donatorëve, në rritje është edhe numri i familjeve nevojtare, konstatojnë iniciatorët e aksioneve humanitare gjithandej në përpollog. Andaj, apeli për të ndihmuar gjithandej ku ka nevojë mbetet në fuqi.